Një 40 vjeçar nga Krutja e Lushnjës ka humbur jetën në Divjak pasi është marrë nga rrjedha e ujit së bashku me vajzën e tij 7 vjeçare. Policia sqaron se ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:30 në plazhin ku shtetasi me iniciale EB është marrë nga rrjedha e ujit nga pakujdesia së bashku me vajzën e tij. Një 40 vjeçar nga Krutja e Lushnjës humbi jetën në Divjak pasi u mor nga rrjedha e ujit bashkë me vajzën 7 vjeçare. Policia sqaron se ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:30 në plazhin e Divjakës në vendin e quajtur Ura Medrasa, ku shtetasi me iniciale EB është rrëmbyer nga rrjedha e ujit nga pakujdesia. Menjëherë ndërhyn shërbimet e komisariatit të policisë së Divjak, të cilët në bashkëpunim me pushuesit që ndodheshin aty, arritën të shpëtonin vajzën e tij të mitur. Pas ndihmës së parë që është dhënë babait të saj, shtetasit EB nuk është bërë i mundur shpëtimi i tij e përpasoj ky i fundit ka ndërruar jetë, sqaron policia. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Ndërkohë rreth orës 11:25 në plazhin e Zvërnecit ka ndërruar jetë një i moshuar, i ndjeri është 82 vjeçari me iniciale ZI, banues në Fier, i cili po pushonte në këtë zonë. Policia thotë se ai ka pasur probleme kardiake dhe ky është shkaku kryesor i humbjes së jetës. Nga ekspertiza mjeko-ligjore që është bërë trupit të pajet, nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera, por dyshohet se vdekja i ka ardhur për shkaqe kardiake pasi ky shtetas kishte probleme me zemrën